Famulitari i Kishës Ortodokse në Shkodër, At Nikola Petani, në vigjiljen e festës së Krishtlindjes ka shpërndar mesazhin e urimit të Kryepeshkopit të Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Kryepeshkopi thot në mesazhin e tij se festa e gëzuar dhe plot dritë e Krishtlindjes vjen si rrezë shprese, ngushëllimi dhe paqeje. Ai bëri thirrje që kjo festë të festohet duke pastruar zemrën nga çdo lloj likësie dhe duke mbushur atë me dashuri dhe përulësi ndaj të gjithë njerëzve, sidomos atyre që janë në varfëri, sëmundje, dëshpërim apo në vetmi. Nëse do përqendrohemi për të kuptuar rëndësinë e këtij misterit të madh, në të cilin biri dhe fjala e Atit u mëshirua dhe u bë njeri, atëherë do të marrim pjesë në festimin dhe në gëzimin shpirtëror dhe do të ndjejmë brenda nesh fuqinë, misterin e denjë për të muallësuar dhe për dhuratën magjike të madhe që e jep për njerëzimit. Biri edhe fjala e Perëndis mëshirohet edhe ulet pa vrutjeve njerëzore, prej shtrembërimit të natyrës sonë të drejtuar, duke na zbuluar thellësinë dhe mshurinë për ulësinë e thellë, që lind nga dashuria e tij e pafund për të gjithë botën. Të dashur vëllezër e motra, duhet të shpallim me gëzim këtë lajm të mirë dhe të dëshmojmë me zell, dhe duke mos u lodhur, por se tashti Perëndia banon në ne. Një dëshmitar i vërtet shpëton jetë, thot Solomoni i ditur. Është detyra e çdo krishteri të përhap dhe të bashkëndajë këtë dritë në të gjithë botën, sepse vetëm duke ndarë këtë me të tjerët, drita mund të ruhet dhe mund të rritet çdo ditë. Bota ka nevojë për dritën e Krishtit. Është e nevojshme se një jetë pa praninë e Zotit bëhet e mjerueshme. Kthehet në një jetë pa dashuri, pa gëzim, pa dritë. Për të festuar shpirtërisht lindjen e Krishtit, le të kujdesemi gjatë këtyre ditëve festive të përjetojmë me thellë dashurinë, madhështinë e kësaj dhurate hyjnore. Këtë mund të realizojmë duke pastruar zemrën tonë dhe çdo likësi dhe të mbushur atë me dashuri për ulësi ndaj të gjithë njerëzve. Zoti identifikon veten e tij me njerëzit në nevojë duke thënë: sa pa ata uri erdhët dhe me dhat ta, pa të etje erdhët dhe me dhat të pi, po ju isha dhe me morët brenda. Vetëm duke bërë këtë gjëra mund të ecim përpara me dashurinë e Zotit tonë Jezu Krisht. Krishtlindja do të ketë kuptimin e vërtetë dhe gjithçka do të ndryqohet nga fjala e bërë mish. Gëzuar Krishtlindjet për shumë vjet, Johani, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Ndërkohë, At Nikola Petani ka uruar në fjalën e tij edhe të gjithë besimtarët e krishterë të Shkodrës. Ja Krishti lind, lavdërojeni vëllezër motra, në këtë moment vigjiljet e festës së lindjes së Zotit tonë Jezu Krisht. Uroj me gjithë zemër që gjithë besimtarët ortodoks të Shkodrës së Mëgjerë dhe vëllezërit e mi besimtarët e komunitetit katolik, gëzuar për shumë vjet lindjen e Zotit tonë Jezu Krisht.